Përshëndetje miq të kanalit tim. Shikus të nderuar. Si po shikoni jam këtu në Rahovec. Edhe sot janë kashtrohen një pjesë e aty në dy korsive që janë majt as asfalt. Kërkoj falje për rënditjet, por është rruga cila është në ndërtim sipër. Kërkoj falje që s'fola shumë deri tani. Thjesht nuk jam fort në disponim sot. Siç po shikoni është dita me mjegull. Nuk ka të bëj ajo. Por në një ditë me mjegull si kjo më pëlqen, sepse kur bën video pothuajse drita e diellit shpërndahet një trajtshëm. Domethënë pavarësisht se në cilën anë është burimi i diellit, domethënë burimi i dritës diellit, drita shpërndahet në mënyrë të njëanshme pothuajse, dhe është gjë pozitive sa i përket kur bën video, sepse nëse je në pozicionin e kundërshtim me dritën e diellit, domethënë je ballë për ballë dritës së diellit, ullet cilësia e video, por është fantastike si sot me mjegull, e cila domethënë dikon që drita e diellit të shpërndahet një trajshëm. Nuk duket ku është burimi i diellit dhe kështu me radhë. Kjo është procesi i asfaltimit. Tani ka shumë mjete të rënda të cilat qarkullojnë, duhet t'ju japim përparësi edhe këtyne. Çfarë të bëjmë? Tani me qenë që korsit andej nuk mund të qarkullohen nga vetura, kuptohet që disa të nalin këtu veturën, si që ishte në këtë rast. Kuptohet nuk mund t'i japësh fajt askuj, sepse në fakt njerëzit i kanë pronat andaj, kanë nevojë të kenë këty që me to e kështu me radhë, prandaj nuk është mirë të fajsohen për shkak sepse në këto momente nuk kanë mundësi
të hynë në pronët aty. Si do shoh besoj ma vonë diku nga masditja, kur asfaltit presohet mirë, tjetë terë sa duhet, atëherë mund të hynë aty. Këtu është ka punohet për rreth rrotullimit, ky rreth rrotullim ka rëndësi të veçantë, sepse kjo shërben si kthes, si vend ku kthehen mjetet, orientohet qarkullimi edhe kështu me radhë, edhe normalisht që e do një punë pak më të veçantë. Qenë ka dhe kryetari Raveci këtu. Kjo është atmosfera, si të thush, e ushtrimit të rrugës. Sigurisht ju Raveclit që jeni në shëndesi kolegë, ju Raveclit që jeni në Perëndim, mezi e presni këto ndryshime në rrugën tuaj këtu, por kuptohet që është dashur kohë. Tani mund t'jetë punë ditësh qarkullimi në pjesën ku është me asfalt, ajo pastaj lehtëson gjithçka, sepse një farë forme heket qarkullimi veturave në rrugë të me zhavarëm. Kjo pjesa këtej do shtrohet pastaj, ose mund të shtrohet nesër, varet pastaj, ta shohim se si shkon procesi. Mendoj që e kalon për ndoshta për nesër, sepse si që pat rreth rrotullimi është akoma në ndërtim sipër. Ndoshta banorët mund të kenë kërkuar ndonjë ndryshim, ose edhe vetë komuna, për shembull, thotë jo, ma mirë ta bëni kështu ose ashtu. Edhe kështu më të janë dy rreth rrotullime afër njëra tjetrit, por nuk kanë konotacion negativ. Mendoj që në këtë rast sa ma shumë rreth rrotullime ka, aq më mirë është për vetë banorët e zonës, sepse nuk kanë nevojë të bëjnë shumë kilometra në një drejtim, pastaj nëse kanë punë në drejtimin tjetër. Prandaj është më e mirë për ta që të kenë sa ma shumë rreth rrotullime. Për shembull, në Deçan janë disa rreth rrotullime, diku rreth 500 metra në distancë nga njëri tjetri, edhe këtu pse jo të jetë të tilla, sepse ju mundsojnë një qarkullim më të ngadalshëm. Më të ngadalshëm, por edhe më të ngadalshëm, sepse kuptohet që kur e keni rreth rrotullim përpara nuk ki nevojë me dhon shumë shpejtësi veture, sepse din që pastaj duhet të frenosh, por ndërkohë dhe qarkullimi, sepse kjo parashihet që është brenda qytetit ose brenda vendbanimeve, prandaj nuk ka nevojë për një një shpejtësi të lartë. Kështu ashtu për momentin shpejtësia është 50 km/h në këtë segment, ashtu siç është edhe në pjesën tjetër me 2 kursi. Si tham, kjo është bërë për ta lehtësuar qarkullimin, jo për të shpejtuar qarkullimin, por për të pasur një qarkullim më të mirë. Okej, unë po ju përshëndes tu nga Raveci. Faleminderit që keni parë edhe këtë video. Shpresoj që t'ju ketë ndihmuar për të parë këtë proces se si po shkon. Edhe vetëm mund t'ju përshëndes. Ciao, ciao.